Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Elbasan ka bllokuar një sasi prej 50 tonësh Mr. Refugio për bagti ardhur nga Serbia pas zbatimit të urdhrit të Ministrisë së Bujqësisë për ndalimin dhe kontrollin rigoroz të produkteve të importuara nga ky vend. Ky vendim është marrë për shkak të dyshimeve mbi mos respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore, një çështje që ka alarmuar autoritetet dhe ka vënë në fokus produktet bujqësore të importuara. Sasia e mistrit është bllokuar në një subjekt në Elbasan, ku inspektorët AKU-s kanë kryer verifikimet e para dhe kanë marrë mostrat për analizat laboratorike. Aktualisht të gjitha 50 tonët janë në pritje të rezultateve, ndërsa 25 tonë nga kjo sasi pritet ta zgjesohet bazuar në dyshimet e ngritura dhe kontrollet paraprake. Paralelisht AKU Elbasan ka intensifikuar kontrollet në disa subjekte të tjera në qark, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Autoriteti thekson se çdo produkt që nuk plotëson kushtet e kërkuara do të bllokohet dhe në rast nevoje asgjësohet. Institucionet po vjojnë monitorimin dhe pritet që ditët në vijim të publikojnë rezultatet e analizave përfundimtare.